vazhdoj të jemi mërzitur sot. Mërzitëm për këtë që të ndodhi sot, që jo për ndeshjet e kaluara. Duhet kishim dalë, kishim i shans të ardhë. Do luanim me kujdes në fillim, sepse na mjafton dhe barazimi. Ja dolën shumë mirë dhe te goli, deri te goli psuar. Një gabim i vogël sa kushton, nuk ishte gabim vetëm te goli, por te goditja e këndit që fitoi Keko. Duhet kishim mbrojtur atë top. Unë e di që nëse mbyllë pjesë e parë 0-0, do të krijoheshim shumë hapësira te Partizani dhe do e kapnin befasisht, thot trajneri serb Ivan Gvozdenovic. Nuk luaj mirë nga frika për të mos bërë gabime, sepse ishte ndeshje finale, kjo është e gjitha ditëmarë. Po këto, kur ke dy rezultate, nga jërë si kur të venë për gjumje. Për që personalisht e prisa fitohën e Partizanit, duke parë edhe fanellën, duke parë edhe qishtë tek fushat vetë, duke parë dhe supportin që të kishtë nga publiku, kështu që fitoj ekipi që dhe më thënë gjatë gjithë kohës ka qenë vend në kadrët. Dhe më thënë vend në tretë, vend në kadrët, pra edhe mbodhje zakonisht shumë. Partizani dhe një ka qenë vend parë, që është shqitje lojtarë. Ko flasim për Final Four, kishim 12 pikë parë dhe flasim për Final Four. Ato është një shprehje në anglisht, thonë, if you have the cake or eating, do më thënë mash kekun, apo të morësh lekët, si shmori Partizani për lojtarë. Ta që jo të morin lekët. O për të shimë, që se flasim për Partizanin. Morën pjesë kekut. Edhe ka akoma për të marrë. Gjatë gjithë kampionatit. Po ka akoma për të marrë. Gjatë gjithë kampionatit. Se shpreson ti dali kampion Pse nuk Partizani. shpresoj, pse një ndeshje. Një ndeshje janë. Pse nuk shpresoj? Aty ka drejt. Më fal ditë marrë. Edhe mund dalin me këtë ekip Partizani. Po patjetër, po ka marrë skuadra, ka marrë moral. Dy takime janë. Dy takime janë. Aty ka drejt mësori. Kur flasë Po s'ke lun, jo një sekund, vetëm se kjo për kampionat. Direkt aty do vi. Do lush me Ignatien, ai ka të barazimin, ti do të fitosh ndeshjen. Po ja mund ndodhe një datë situatë. Dy rezultate kishte Si ndodhi me Elbasani. Partizani ka arritur ta mund dy herë Ignati. Dy herë po e ka mund me penallti zotëri. Po jo, shiko, po shikoj vendosen. Pjesë e lojës. Është penalltia, po domethënë me aksion s'ka përgjigje, nuk është. Po është një datë situatë që ishte sot, Ignati ka shumë vështirë. Për Partizanin, për sa i përket doja të kundërshtoja në aspektin pozitiv. Si se kjo të kundërshtoj në aspektin pozitiv? Pozitiv në atë që tha në fillim. Unë mendoj që Partizani është objektivi minimal që të arrijë në Europë dhe doja të theksoja që në aspektin ekonomik presidenti Demi ka qenë gjatë gjithë kohës ka shpenzuar me vite, por sidomos këto 2 vitet e fundit ai ka arritur që të ketë ato benefitet për sa i përket. Sa vjet ke qenë trajner te Partizani? 4 vjet. Dhe besoj që më të vështirë Partizani sot nëse s'do të shkonte në Europë do të ishte mos pjesëmarrja, ulja e pikëve nga UEFA, se sa aspekti ekonomik. Presidenti Demi nuk do ta vuante problemin se nuk shkoi në Europë për lekët, si është presidenti për pikët që i ke qenë 4 vjet atje. Elironin të kuptoj, por unë mendoj që duke njohur natyrën e presidentit, kur kemi qenë kur isha vetë trajner, më ka thënë nuk e kam problemin për lekët që do fitoj në UEFA, por vetëm se më ulën pikët nëse unë nuk shkoj këtë vit në Europë, kur isha unë. Por edhe këtë vit... Po tani janë ngritur goxha se ka pas kualifikime e pasara. Ka shumë rëndësi kur ti je gjatë gjithë kohës në... Por mendoj një skuadër si Partizani është objektivi minimal që shkosh në Europë.